Shpërthem vulkani Etna në Sicili. Vulkani më i lartë dhe më aktiv në Evropë, Etna në Sicili, ka shpërthyer fuqishëm duke nxjerrë një shtyllë të madhe tymi dhe hiri në qiellin italian, ndërsa turistët janë parë duke vrapuar për t'i shpërtuar shpërthimet. Pamje dramatike të publikuara në rrjetet sociale treguan rreth të dendura të hirit që mbulonin zonën, ndërsa vizitorët largoheshin me panik nga shpati i malit. Instituti Kombëtar Italian i Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë njoftoi se Etna po përjeton shpërthime të fuqishme dhe pothuajse të pandërprera me një intensitet që po rritet në mënyrë të vazhdueshme. Dridhjet vulkanike që paralajmëruan shpërthimin nisën rreth orës 22 të natës duke kulmuar para orës 1 të mëngjesit. Deri tani nuk raportohet për viktima apo dëme të mëdha materiale, por autoritetet kanë rritur nivelin e alarmit dhe kanë kufizuar qasje në zonat përreth kraterit aktiv. Etna është një nga vulkanet më të monitoruara në botë dhe ka një histori të gjatë shpërthimesh, shpesh herë spektakolare, por edhe potencialisht të rrezikshme për banorët dhe turistët që e vizitojnë. Autoritetet kanë kërkuar që qytetarët të ndjekin udhëzimet dhe të shmangin zonat e rrezikshme.